Osmani në skenën politike. Po, kthimi i zonjës Osmani në skenën politike në Kosovë dhe garimi i saj në zgjedhje përbën absolutisht njërisi nga një anë, përbën nga ana tjetër dhe një përfshirje tërësore të zonjës Osmani tashmë në jetën politike. Zonja Osmani ka qenë gjithmonë në jetën politike. Kujtojmë se zonja Osmani ka qenë kandidate për kryeministër e Lidhjes Demokratike të Kosovës në vitin 2019, ka qenë njëkohësisht e bardhëse e listës në atë vit, ka qenë bardhëse e listës më pas në koalicionin mes lëvizjeve vendosje dhe listës së saj Guxon në vitin 2021 dhe tashmë drejton listën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ky moment politik është një moment kritik për Kosovën nga njëra anë dhe mendoj që pikërisht e panjohura e 7 qershorit lidhet tërësisht me përfshirjen direkte të zonjës Osmani në garën zgjedhore. Dhe nëse 7 qershori në Kosovë bart të panjohura në kuptimin politik dhe elektoral, këto të panjohura janë si shkak dhe rezultat i faktit që zonja Osmani tashmë është në jetën politike, është e përfshirë në garën zgjedhore dhe do të shihet efekti i vërtet i të gjithë asaj mbështetje dhe përqyeshmërie të lartë që zonja Osmani ka në publik dhe do të shihet që kjo përqyeshmëri që del në secilën matje publike do të përkthehet për sa i takon në numrit. Zoti Gjinari, apo përpiqet zonja Osmani që t'jap një mesazh politik me rikthimin e saj, pra edhe përmes listës së LDK-s? Zonja Osmani është qenie politike në vetvete, është figurë politike, ka nisur rrugtimin e saj në politik, nuk është një personalitet që ka ardhur nga një fushë tjetër dhe është angazhuar në politik, ka nisur prej ditëve të para angazhimin e saj në politik, është qenie politike dhe patjetër që secili veprim i saj absolutisht që bart mesazhe dhe përcjell patjetër dimensionin politik në tërësinë e vet. Dhe